Sondazhet në fakt se her pas here në Amerikë bëhen edhe në një farë mënyre amerikanët pas administratës Biden kanë qenë të shqetësuar se si Amerika po merret me hallet e të tjerëve. Pra, duket sikur me Donald Trump që riktheu edhe një herë vëmendjen tek edhe shqetësimet e popullsisë amerikane, që të paktën kanë qenë pjesë edhe e fushatës së tij, duket sikur u prit pozitivisht, por sigurisht po bëri edhe ato lëvizjet e tij për çështjen e LGBT+-it, prindi 1, prindi 2, çështjen e migrantëve, çështje shumë të rëndësishme dhe sigurisht dhe roli që ka SBA-ja dhe do kishte SBA-ja në arenën ndërkombëtare. Ne diskutuam pak edhe çështjen në lindje të mesme. Kemi patur një verë, pra vera që kaloi, vera e 2025-s, e cila ka qenë shumë e zjarrt, siç kanë qenë ashtu dhe temperaturat. Mendoni që situata në lindje të mesme mund të përshkallëzojë edhe një konflikt tek palët e treta? Kemi parë një Iran i cili ka ndërhyrë her pas here, një Siri e cila ka patur shqetësime të brendshme, por sikur u pati një moment qetësie, nëse mund ta quajmë kështu. Do të themi. Unë nuk shikoj ndonjë konflikt të atyre niveleve që lan pas të paktën në verën e 2025-s. Mendoj që ajo që do të vazhdojë dhe do të jetë kryefjala e lindjes mesme dhe aty rajoni do të jetë patjetër lufta apo konflikti Izrael-Gaza. Për sa kohë mendoj që kyçen në zgjidhjen e këtij konflikti, të paktën në gjykimin tim, apo për të kaluar në fazën e dytë atë çka është edhe tërheqja përtej vijës së verdhë, mendoj që është patjetër çarmatosja e Hamasit apo dorëzimi i armëve nga ana e Hamasit, dhe kjo do të vijë me atë çka ata kanë quajtur kushtin themelor, i cili do të jetë vetëm përkundrejt një autoriteti palestinez që nënkupton më pas edhe të drejtën për vetëvendosje apo për përfaqësim tek të ngjashmit e tyre dhe jo të këtij bordit ndërkombëtar që u propozua me planin e paqes së Trump. Janë planë për rikthimin edhe të Gazës apo qyteteve në pikërisht. E shikoj komplekse vazhdimin e këtij konflikti, për sa kohë nga njëra anë flitet për një armëpushim, ashtu sikurse e thatë zoti Kamberi, nuk është respektuar nga të dyja palët, jo vetëm nga Hamasi por edhe nga Izraeli, dhe e dyta që e bën dhe më të vështirë këtë konflikt është fakti që Izraeli nuk po ndalet në atë çka përbën edhe vetë rritja apo fuqizimi i komunitetit izraelit, të paktën në bregun perëndimor, kur kemi vazhdimisht ngritjen e vendbanimeve ilegale izraelite në këtë territor. Për sa i përket Sirisë, mendoj që ekziston një status quo tashmë prej disa muajsh të paktën me Sirinë, e cila është forcuar edhe nga vizita që ne pam vitin e shkuar të Al-Sharas në shtëpinë e Bardhë, dhe ishte një nga vizitat kulminante, do thoya unë, që simbolizonte pikërisht jo vetëm fuqinë e Donald Trump për vendosjen e paqes në disa vende, por edhe për rikthimin e stabilitetit në vende me një nivel konflikti si ai që ka patur dhe Siria. Kur bëra edhe këtë pyetje, është diskutuar shumë, sidomos në konfliktin apo luftën mes Izraelit, Palestinës, apo ata cilës e konsiderojnë si një luftë me Hamasin, po sigurisht është përtej gjithë kësaj. Mos ndërhyrja, apo ndërhyrja shumë pak e vendeve muslimane të lindjes së mesme, një farë mënyrë është parë edhe me kritik. Sidomos në vitin 2025 ka qenë një presion shumë i shtuar edhe nga opinioni publik, edhe nga media, duke e lidhur me shkatrimin e qyteteve, po jo vetëm gjëra kryesore me jetën e civilëve, jetën e grave, fëmijëve, të cilët janë pjesë e kësaj lufte. Pikërisht kur bëjmë analizën e lindjes mesme, dhe këtu doja të dilja, ky presion a mund të shkojë të përshkallëzojë apo nuk e shikoj si një opcion për të përshkallëzuar, për sa kohë mendoj që gjatë vitit që lan pas, një nga efektet që pati Trump dhe gjithë diplomacia e tij e jashtme ishte fuqizimi i disa vendeve të gjirit, jo vetëm si aktor ekonomik, por edhe si aktor politik. Dhe këtu kam parasysh Arabinë Saudite apo dhe roli që vetë Arabia Saudite ka ndërmarrë për shembull në disa konflikte si një mediator dhe ndërmjetës edhe në konflikte në kontinentin afrikan. Pra e shikoj të ndërthurë të gjitha të rajon me interesa ekonomike, gjë që e bën shumë joshëse marrëdhënie diplomatike
të atyre vendeve me Trumpin, duke patur parasysh që Trumpi është gjithmonë kjo figura transaksionale ku marrëveshjet ekonomike janë primare për të, dhe nga ana tjetër mendoj që një nga ndoshta ato problematikat më të mëdha që solli sulmi i Izraelit në Katar për shembull, u kamuflua shumë në mënyrë diplomatike nga Trumpi, ku detyrua nëse rikujtojmë Izraeli që të kërkonte falje, por nga ana tjetër ju dhanë dhe garanci të tjera sigurie Katarit. Ajo që është ndoshta një pikpyetje për mua të paktën mbetet ende India me Pakistanin, duke qenë se përtej atyre përkëdhelive që ju bën Trumpit për armëpushimin ndërmjet këtyre dy vendeve, India vazhdon edhe sot e kësaj dite ta mohojë rolin e SBA-ve dhe nuk e shikon Trumpin si presidenti i cili solli armëpushimin dhe i dha fund këtij konflikti. Ndaj mendoj që sulme hibride apo konflikte dhe tentativa për ta rindezur këtë rajon mund të kemi vetëm në këtë kufi. Ndërkohë,